Është zhvilluar faza e tretë dhe finale e Olimpiadës së Gjuhës Shqipe, një konkurs kombëtar që synon thellimin e njohurive të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe dhe letërsi. Nga Gjimnazi Themistokli Gërmenjë në Korçë kanë marrë pjesë 4 nxënës në këtë fazë përfundimtare, duke synuar rezultate të larta. Ata e kanë vlerësuar këtë përvojë si një mundësi për të testuar aftësitë e tyre, por edhe si një përgatitje të vlefshme për provimet e maturës shtetërore. Këtë Olimpiadë e nisi rastësisht në shkollë, pash që atë ditë ishte Olimpiada dhe hyra për të kontrolluar njohuritë e mia. Nuk e prisja të fitoja, por më pas kur pash rezultatin kisha fituar, isha një nga nxënësit fituesit të shkollës tonë. Kalova në rang zëvaje, edhe aty pash që kisha kaluar, kisha njohuri të mira në bazë të pikëve, dhe më pas kalova në fazën e tretë në kryeqytet. Ndjem shumë e lumtur për këtë, sepse pash që isha mirë dhe përfaqësoj dhe shkollën gjithashtu. Mund të them që ishte vështirë, sepse teza ishte e përgjithshme për të 3 vitet dhe duke qenë se unë jam student e vitit të parë, ndjeva vështirësi, sepse disa njohuri nuk i kam akoma të qarta, por që ndjem krenare dhe e lumtur që vajta deri në finale. Kjo ishte era e dytë që marr pjesë në Olimpiadë, këtë herë arrita të shkoj deri në finale dhe për mua këtë do ta quaj si një sfidë para provimeve të maturës, duke qenë se unë jam maturante dhe kjo ishte një mundësi për të sfiduar veten dhe për të parë se sa njohuri kam unë në gjuhëletërsi. Pas fazave të mëparshme të konkurimit në nivel shkolle dhe rajonal, në këtë fazë morën pjesë nxënësit më të mirë nga e gjithë Shqipëria. Olimpiada e Gjuhës Shqipe mbetet një nismë e rëndësishme që synon të nxjisë dashurinë për gjuhën anëtare dhe të promovojë vlerat e saj kombëtare.